arkitektura e sigurisë edhe ashtu në Ballkan përveç Serbisë, thuaj se gjithë NATO është mbuluar, nuk e di se çdo ndodh me NATO, këto deklaratat e Elon Musk hiqme ndoshta taktizime rasti politike, po megjithatë janë aleat evropian me SBA-tin aleat dhe duke se evropian janë zuar nga xhumi i thellë duke qëndruar në gjumë se kanë dikë që i mbron, si që janë SBA-t e tjera. Por kjo qasja e zotit Trump në raport me luftën në Ukrainë, do doja Hasani, e shihni si taktizim të tij për të futur në orbit të kontrollit të Rusin në një betejë afatgjate që SBA-t e planifikojnë ta kenë me Kinën? Në mendoj që vendosja masave që i ka vendos, e 20% e 30% të taksave, Kanadas, Meksikës, po? Dhe rritja taksat për Kinën, takimet dhe bisedet që në bo me Putinin që i ka bo në konferencën e Jordanisë. Se po thojnë e mashtroj Putini Trumpin. Trumpi nuk është veç Amerika rreth Trumpit. Ka po shtetet të ndërvarur atë. Administrata amerikane kërkon që të lirohet nga disa taksa, domethënë disa buxhete investime që i ka për Evropën dhe që i ka bë. Dhe ai po kërkon tash t'i kthej ato. Domethënë investimet që janë bërë t'i kthehet në këtë drejtim ai ka filluar domethënë me Ukrainën që unë ta siguroj të jap mbështetjen, po ti do të na kthesh neve investimin. Duket se Zelenski ka rënë pishman për atakim që ka patur dramatik në shtëpinë e parë. Tha, po pres të ulëm përsëri me Trump për të nënshkruar të marrëveshjen për mineralet e rralla. Pjesë të mediave që shkruajnë tani kemi media të ndryshme, kemi fake media. Ishte një ngjarje e pazakonta ajo, dollën zemër zota. Takimi i Zelenskit me Trumpin ka tregu Zelenski që është një njeri që e mbron popullin e vet. Po. Pavarësisht interesave të fuqishme. Po në këtë drejtim ka marrë mbështetje të anglezëve që janë miq të amerikanëve. Ka marrë mbështetje të Francës, ka marrë mbështetje po ashtu. Por këta miq po i thonë pa amerikan ne nuk mund të ofrojmë asgjë. Ne do ta bëjmë bashkarisht. Po. Do thotë e kanë marrë secili janë pjesë lidhje interesash. Kështu që ata kritikohen mes vete, po këtu kemi rregullim botëror. Të rendit të ri, absolutisht. Edhe në këtë drejtim ata përballen tash me interesat secili njëri me tjetrin. Po larg atyne mu më intereson interesi janë ku jemi. Kosovës, po. Interesi i Kosovës ku është këtë drejtim? Ku jemi na, cili do të jemi na? Çfarë do të jetë e ardhmja jonë në formën dhe pushtetin me sanksionet që jemi? A do të dalim nga këto sanksione? A do të zhvillohet vendi jonë? A do të përmirësohen marrëdhëniet? Cila do të jetë? E presim 11 marsin, i cili do të jetë një hapje drejtares ose një mbyllje drejtares. Sekretari i NATO-s, fuqi ushtarake e botës, edhe këshilltarët amerikan do të na hapin apo do të na mbyllin.